sot temë do jetë? Sot do të jetë marrja e tokës ish partitorëve në Tiranë, e cila u dha një gazetari për ndërtuar një televizion privat, por shohim që aty lidhen dhe interesat të drejtësisë dhe se si shteti ka përdorur parat publike për të shpenzuar pronarët e Tërollit dhe ka falur nga ana tjetër Tërollin, cilin ja mori këtyre pronarëve, ja fali këtij biznesmeni. Pra si kapet media nga regjimi. Pra se si kapet, jo vetëm me kaq, ka OJF që marrin fonde publike etj, por që janë detajet cilat do të publikohen në emision. Po, u desh ta tani këto, por jo, e kam fjalën, në plug ti e marr me të gjitha. Energjinë e keni prekur, sigurinë e dhënave kibernetike e keni prekur. Çështjen në fjalë edhe të krimit të paqes ose paqja, amnistia fiskale quhet si duash. Është amnisti fiskale ose këtu doja thoja. Pra të gjitha duket se kur shkojnë ke pasimin e parave. FMN-ja është nga të fundit që reagon dhe reagimi i saj vjen pasi kryeministri, pra një ditë pasi kryeministri në fakt doli dhe mbrojti publikisht. Pas takimit djeshëm që patim me bizneset e sektorit ndërtimit, por jo vetëm. Dhe ajo që është interesante është që paqja fiskale i gjithë spektrin ndërkombëtar, ashtu si në vitin 2020, 2021 deri në 2022 sa qeveria u tërhoq për amnistinë fiskale, edhe në këtë rast është në unison, pra ka ndalë kundër, sepse është i njëjti projekt, i njëjti model, që u jep mundësi kompanive të ndryshme në Shqipëri për të pastruar parat, sepse kanë gjetur mekanizma të tillë për shembull që kompanitë do duhet të rishohin bilancet e tyre, të bëjnë rregullimin e fitimit, duke i paguar shtetit një tarif 5%, domethënë, por që nëpërmjet këtij rishikimi të bilanceve kompanitë kanë tashmë në dorë që të fryjnë, të rrisin fitimet e tyre, të deklarojnë fitime që nuk i kanë pasur kurrë, por që janë fakt para të cilat do të pastrohen, që janë para kesh, të futura në rrugë të ndryshme në Shqipëri apo para të korrupsionit dhe të drogës, edhe tjerë. Pra kjo është vetëm një nga çështjet dhe FMN-ja dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë në Tiranë dhe institucionet tjera ndërkombëtare e shohin këtë si një mekanizëm të pastër, edhe Bashkimi Evropian, pra mekanizëm të pastër për pastrimin. Edi Rama vijon të bërë rezistencë. Shiko, bën rezistencë për çështjet e energjisë duke mbajtur Belinda Ballukun. Bën rezistencë për paqen fiskale megjithëse i ka të gjithë kundër. Rezistenca vijon është i pandalshëm. Këtu kam një koment, sepse rezistenca vijon pasi ne e kemi parë që e kemi denoncuar në emisionin Plug që Edi Rama është njeriu që ka firmosur çdo leje ndërtimi për çdo grup kriminal në Shqipëri, duke u dhënë koncencione, duke u dhënë prona publike me €1, statusin e investitorit strategjik, duke u firmosur leje ndërtimi për resorte, për kulla etj. Dhe jemi pikërisht ende në këtë situatë ku Edi Rama nuk mund të dalë dhe nuk mund ta thyej dot atë premtim apo atë po themi si themi shpërblim që u duhet u japi këtyre grupeve. Po është patjetër, sepse ata po kërkojnë isën e tyre, po kërkojnë në këmbim atë që i dhanë në 11 maj, apo atë që i kanë dhënë në çdo palëzgjedhje të tjera. Sigurisht që ky është i koment, por është e vërtet duke pasur parasysh faktet që ne kemi denoncuar. Sepse janë resorte turistike, janë kullat në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë që i ka firmosur Edi Rama, i ka firmosur Belinda Balluku. Dhe jemi pikërisht në këtë vorbull. Dhe amnistia fiskale ka qenë premtim që u është bërë kryesisht grupeve kriminale. Edhe për zgjedhjet kaluara. Sepse nuk ka emigrant të ndershëm që punon jashtë vendit, sigurisht që ka biznesmen të suksesshëm që kanë shkuar, kanë bërë bizneset e tyre, kanë ndërtuar, por që nuk vinë në Shqipëri sepse ata e kanë sipërmarrjen atje dhe nuk kanë nevojë që të vinë në Shqipëri dhe të bëjnë legalizimin e kapitalit. Sepse do t'ju denoncojmë edhe në vijim me emisione të tjera të Plug, këtu kemi zyrtar të lartë shtetëror që nëpërmjet emigracionit deklarojnë miliona euro pasuri pa që një ditë në emigrim. Legalizim e kapitali në vlera marramendse pa që në asnjë ditë në emigrim. Pra është i njëjti mekanizëm. Do të përdoret sot paqja fiskale për të bërë një amnisti totale fiskale. Pra Edi Rama sot është i zënë ngushtë, është i detyruar në këndvështrimin tim që ai tu shërbej deri në po themi grahmën e fundit atyre që u ka marrë në këmbim pikërisht
shërbimin për vota, për qëllime elektorale dhe për mbajtur pushtetin vet. Dosjet e fundit kanë treguar pikërisht këtë që ne po themi se ku përfundojnë paratë e akshit, se ku përfundojnë paratë e rrugëve apo paratë të cilat jepen nga buxheti. Ka vetëm një moment. Tela, sepse agjencitë ndërkombëtare, ne dje kemi dhënë Washington Times, besoj e ke ndjekur. Të gjitha agjencitë ndërkombëtare, të gjitha që nga Reuters më pas duke vijuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, CNN, Fox, edhe me përkatësi të ndryshme, i kanë bërë një jehon të jashtëzakonshme asaj që po ndodh në Shqipëri dhe reagimit, i cili natyrisht do të hiqet nga opozita për momentin, por që është një zemërat dhe nuk mungojnë fjalë kyçet e vendosura në to. Tani, si e shikon Edi Rama në këtë histori? Se nga një anë Juli me të drejtë thotë, është edhe premtimi që u ka dhënë, janë edhe grupet kriminale, ne nga përgjimet që i ka bërë vetë Ergyll Sagasi, po shohim se çfarë ka ndodhur.